Disa zona periferike të bashkisë Shkodër janë shndërruar në kantier ndërtimi pasi po punohet për rivitalizimin e tyre. Nënkryetari i bashkisë Shkodër, Dritan Meta, inspektoi punimet në bllokun e pallateve në Tepe, ku tha se këtu po investohen 30 milion lekë të reja dhe në përfundim të tyre, kjo zonë do të ketë një ndryshim rrënjësor. Është një bllok prej 14 pallatesh, të cilat do të kenë infrastrukturën e munguar prej shumë vitesh. Pas njësër inspektimesh që ne po bëjmë në kuadër të punëve publike që po bëjmë Bashkia Shkodër në territorin e saj, kryesisht në hapësirën e qytetit. Ne kemi vizituar disa nga këto kantiere, siç janë 301, 302, që janë projekte infrastrukturore, gjithashtu edhe rruga Amanave, që është një rikualifikim i një rruge të vjetër në lagjin Kiras. Sot ndodhemi në bllokun e banimit të pallateve në Tepe. Është një projekt madhor, për sa i përket projekteve të rikualifikimit urban që Bashkia Shkodër po zbaton në qytet. Është një projekt që nisur edhe nga gjendja e mëparshme e kësaj hapësire, që ka rreth 14 pallate banimi, është një hapësirë goxha e madhe, ku ka munguar totalisht infrastruktura, duke filluar me mungesën totale të kanalizimit të ujëve të zeze, të ujëve të shiut, ose ujëve të bardha, gjithashtu edhe një rrjet të jetë i amortizuar i ujësjellësit. Ne këtu po ndërhyjmë në një hapësirë që në total ka një vlerë investimi prej rreth 30 milion lekë të reja dhe përfshin rikualifikimin e plot të kësaj sipërfaqe, duke e ndarë në 2600 m2 sipërfaqe të asfaltuar, 2100 m2 trotuare, gjithashtu edhe gjelbrimi zë një peshë madhore në këtë projekt. Po kështu, kryetaria Bashkisë Shkodër Voltan Ademi ka qenë në inspektim në rrugën e Mandave. Prej disa javësh aty po punohet për rivitalizimin e saj, duke investuar në kanalizime të ujrave të bardha dhe të zeza, po ashtu në sistemimin dhe plotësim me trotuare. Rikualifikimet urbane të lagjeve të vjetra të qytetit, të lëna në harres prej vitesh, kanë si qëllim krijimin e standardeve në funksion të komunitetit.